A prishet agjerimi prej analizave të gjakut dhe prej injeksioneve. Prej analizave të gjakut, do thot, prej analizave të gjakut nuk prishet agjerimi, por mund të jetë pyetja prej dhënies gjakut, do të thonë prej nxjerrjes gjakut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që ai i cili bën hijame, ati i prishet agjerimi. Do të thonë nxjerr një sasi të madhe të gjakut, që pas kësaj mund të vijë dobësimi, edhe dobësia do thot fizike, atëherë ati është prisur agjerimi. Por nëse del pak gjak, ose jep pak gjak për të bërë analiza, kjo nuk ja prish agjerimin, wallahu a'lam. Kurse sa i përket injeksioneve, ose gjitha ilaçeve, do të thonë çdo gjë, duhet ta dimë se ajo që gëlltitet nëpër fyt, kalon fyt edhe shkon në lukth, pa marrë parasysh çka është, kur bëhet me qëllim, kur gëlltitet me qëllim, e prish agjerimin. Pa marrë parasysh, a është ushqyese ose jo ushqyese, ose mund të jetë edhe një gjë e ngurtë, edhe një gur për shembull. Do thotë nëse e gëlltit me qëllim, kjo e prish agjerimin. Por ajo që shkon pa qëllim nuk e prish. Kurse për ilaçet tjera që merren në damar për shembull ose në muskull ose kështu me radhë, me injeksion, ato nëse janë ushqyese, që kanë, domethënë, elektrolite kështu me radhë, vitamine e të tjera, ato e prishin agjerimin. Kurse ato që janë pa përbërje ushqyese, po janë për një smundje të caktuar ose për dhimbje kështu me radhë, ato nuk e prishin, wallahu a'lam.